Pas 43 vjetësh qëndrimi, Britania nuk do t'jetë më pjesë e Bashkimit Evropian. Referendumi që mbajti të mbërthyer vëmendjen e gjithë botës vendosi fatin e vendit. Britanikët zgjodhën të braktisin Unionin. 52% e tyre mbështetën Brexit, ndërsa 48% votuan për të mbetur në familjen evropiane. Pro daljes votoi Anglia dhe Walesi, ndërsa Skocia e Irlanda e Veriut votuan për qëndrimin. Pak pas shpalljes së rezultatit, kryeministri David Cameron njoftoi nga Downing Street se do të qëndrojë në detyrë deri në muajin tetor. Unë besoja se Britania është më e fortë, më e sigurt dhe më e mirë brenda Bashkimit Evropian. Referendumi ishte vetëm për këtë, jo për të ardhmen e politikanëve, përfshirë edhe time. Por britanikët morën një vendim të qartë për të ndjekur një tjetër rrugë, vendim që duhet respektuar. Vendi duhet ketë një leadership të ri që ta çojë në këtë drejtim. Duhet kemi një kryeministër të ri me nisjen e konferencës së Partisë Konservatore në muajin tetor. Ndërsa në kampin pro qëndrimit rezultati referendumit u lexua si katastrofë, drejtuesi i fushatës për daljen e vendit nga Unioni, lideri i partisë UKIP, e përshëndeti atë duke e cilësuar si ditën e pavarësisë së vendit. Agimin na solli një Britani të pavarur. Kjo është një fitore për njerëzit e zakonshëm, për njerëzit e mirë. Luftuam kundër bankave të mëdha tregtare, kundër kompanive shumë komshe, kundër politikave të mëdha, gënjeshtrave, mashtrimit dhe korrupsionit. Pjesëmarrja në referendum ishte 71% dhe në kryeqendrën britanike Londër 60% votuan pro qëndrimit. Megjithatë, kryebashkiaku i ri Sadiq Khan e sheh rezultatin në tërësi si një mësim se britanikët nuk janë të kënaqur me Bashkimin Evropian dhe tashmë qytetarët e përçar duhet të bashkohen.